Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së akrepit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është kalorësi i monedhës. Vini re është mbi një breshkë dhe kjo tregon çfarë po ndodh. Të dashur akrep, nuk ke nevojë të ecësh me nxitim. Kur je duke ndërtuar apo po ndërton diçka që do zgjas. Për ty që e akrep, kjo letër vjen si një përqafim i heshtur, por i fuqishëm. Qëndrueshmëria që po kërkon nuk vjen nga jashtë, ajo po rritet nga rrënjët që ke mbjell vetë. Mund të ndihesh sikur gjërat po ecin ngadalë, sikur frutet e përpjekjes tënde nuk po shfaqen ende, por kalorësi i monedhës të siguron çdo hap që ke bërë ka pesh, asgjë nuk ka qenë kot. Jeni shpirt i thellë të dashur akrep, i pajisur me një forcë nuk është gjithmonë e dukshme. Dhe kjo letër të fton të vazhdosh punën tënde të brendshme dhe të jashtme, me durim dhe përkushtim. Sado e gjatë duket rruga, je shumë pranë qëllimit se sa mendon. Mos harro, përkushtimi yt është armë, disiplina jote është mburoj, dhe pse nuk ndriçon gjithmonë si zjarri, ti je si rrënjë që mban një mal në këmbë nga forca juaj të dashur akrepër. Tani nuk është koha për të ndalur, është koha për të besuar më shumë se kurrë në ritmin tënd. Ti nuk ndërtove këtë që je sot një ditë, prandaj mos kërko të ndryshosh gjithçka në një çast. Ti je një betejë fituar çdo ditë, me heshtje dhe vendosmëri, absolutisht me forcën që keni.